në këtë festë të madhe të Fitr Bajramit. Në këtë festë të madhe shpirtërore, jemi të lumtur që triumfuam mbi destruktivitetin, materializmin, egoizmin dhe xhelozin. Me këtë i dërguam botës mesazhin se vlerat morale janë qëllimi më i lartë i aktivitetit njerëzor. Me ndjenjen e urisë dhe etjes, ne bëm thirrje për më shumë kujdes ndaj njeriut. Paqja që kultivuam gjatë Ramazanit të bekuar, dëshmoi se njerëzimi duhet të jetë i përkushtuar ndaj respektimit të vlerave njerëzore, duke shmangur vrasjet, luftrat, masakret dhe gjenocidet. Gjithashtu përpoqëm të largohemi nga veset dhe të këqijat, duke treguar se çdo shoqëri duhet të luftojë anomalitë që rrezikojnë jetën e saj dhe të rinisë sonë, si alkoolizmi, prostitucioni, narkomania, korrupsioni dhe dukuritë të tjera që dëmtojnë njeriu dhe shoqërinë. Në këtë festë të madhe të Fitr Bajramit, qëndrojmë krenar para Zotit të Madhërisëm, duke shpresuar në mëshirën dhe bekimet e Tij. Sot, në këtë festë të madhe, presim shpërblimet e Tij të pakufishme për agjërimin tonë.